Për një fëmijë, ditëlindja nuk është thjesht një datë në kalendar. Është dita kur ndihet në qendër të botës. Dita kur çdo urim ka më shumë peshë dhe çdo dhuratë duket magjike. Por mënyra se si festohet kjo ditë ndryshon shumë nga një vend në tjetrin. Në disa kultura, ditëlindja është një festë e madhe me familje dhe miq, ndërsa në të tjera është një ritual I thjeshtë për plot kuptim. Në këtë video do të udhtojmë nëpër botë për të zbuluar si e festojnë ditëlindjen fëmijët në vende të ndryshme. Çfarë traditash I shoqërojnë këto festa dhe çfarë mesazhesh kulturore fshihen pas tyre. Sepse donse torta dhe qirinë janë të përbashkët, emocionet dhe kuptimet ndryshojnë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, festa e madhe me shokët. Në SBA, ditëlindja e fëmijës është zakonisht një ngjarje e madhe. Prindrit organizojnë festa me tematikë, dekorime, lojra dhe një tortë të madhe. Shokët e klasës ftohen dhe dhuratat janë pjesë e rëndësishme e festës. Festa shpesh zhvillohet në ambiente të posaçme si parqe lojrash, bowling apo qendra argëtimi. Qëllimi kryesor është argëtimi dhe ndjenja se fëmia është I veçantë për një ditë të tërë. Vendi I dytë. Mbretëria e Bashkuar. Thjeshtësi dhe traditë. Në Angli dhe në vendet e tjera të Mbretërisë së Bashkuar, ditëlindjet e fëmijëve festohen në mënyrë më të thjeshtë. Një festë e vogël në shtëpi, lojra klasike, tortë dhe ndonjëherë një birthday tea me ushqime të lehta. Një traditë interesante është birthday buns, ku fëmia ngrihet lehtë nga shokët sipas moshës së tij. Një ritual që për disa është argëtues, për të tjerë pak I frikshëm. Gjermania. Respekt për ditën e saktë. Në Gjermani ka një rregull të qartë. Nuk I urohet ditëlindja fëmijës para datës së saktë. Besohet se urimet e hershme sjellin fat të keq. Festa organizohet zakonisht në shtëpi ose në kopësht, me lojra të strukturuara dhe një tortë tradicionale. Prindrit I kushtojnë rëndësi rendit dhe organizimit, por gjithmonë në funksion të gëzimit të fëmijës. Meksika. Pinata dhe këngë plot gjallëri. Në Meksik, ditëlindjet e fëmijëve janë plot ngjyra dhe energji. Pinata është pjesë thelbësore e festës, një objekt I mbushur me ëmbëlsira që fëmijët e godasin derisa të çahet. Kënga tradicionale këndohet për fëmijën, shpesh që herët në mëngjes. Festa është e zhurmshme, plot familjar dhe miq dhe zgjat me orë të tëra. Japonia. Festa si moment simbolik. Në Japoni, ditëlindjet e fëmijëve festohen më qetë dhe më shumë simbolik. Fokus I veçantë I kushtohet ditëlindjeve të rëndësishme, si ajo e 3, 5 dhe 7. Këto ditë shënohen me vizita në tempuj dhe veshje tradicionale. Festa nuk ka domosdoshmërisht shumë dhurata, por ka shumë kuptim dhe respekt për rritjen e fëmijës. Franca. Elegancë dhe shije. Në Francë, ditëlindjet e fëmijëve janë të thjeshta, por elegante. Një tortë e përgatitur me kujdes, disa lojra dhe shok të afërt. Prindrit japonez shpesh I mësojnë fëmijët të shijojnë momentin, jo sasinë e dhuratave. Festa është më e shkurtër, por e organizuar mirë dhe me fokus tek bashkëndarja. Indi. Rituale dhe bekime. Në Indi, ditëlindja e fëmijës fillon shpesh me një ritual fetar, ose lutje për shëndet dhe fat të mirë. Prindrit kërkojnë bekime nga të moshuarit dhe shpërndajnë ëmbëlsira. Në shumë familje, fëmia ushqehet I pari nga nëna ose babai, si simbol I dashurisë dhe kujdesit. Festa vazhdon me familjen e gjerë dhe miqt. Brazili. Festa që nuk mbaron shpejt. Në Brazil, ditëlindjet janë festa të mëdha dhe të zhurmshme. Torta hahet në fund të festës dhe fëmia I parë që merr copën e parë është zakonisht personi më I afërt emocionalisht. Një detaj interesant është se fëmia shpesh duhet të shpërndajë vetë copën e parë të tortës si shenjë bujarie. Kina. Jetë gjatë dhe simbolik. Në Kinë, ditëlindjet e fëmijëve shënohen shpesh me ushqime simbolike, si petë të gjata që përfaqësojnë një jetë të gjatë. Festa është më shumë familjare
dhe më pak e fokusuar te dhuratat. Prindrit i kushtojnë rëndësi shëndetit dhe fatit të mirë për të ardhmen. Vend 2, Shqipëria, mes traditës dhe modernes. Në Shqipëri, ditëlindjet e fëmijëve janë bërë gjithnjë më moderne, me torta tematike dhe festa me shokët. Megjithatë, familja mbetet në qendër. Në shumë shtëpi, festa kombinohet me ushqime tradicionale dhe një ndjesi të fortë komuniteti. Ditëlindja është arsye për të mbledhur dhe për të festuar jetën. Pra, çfarë na mësojnë këto festa? Pavarësisht dallimeve kulturore, një gjë është e përbashkët. Ditëlindja e fëmijës është një festë e dashurisë. Disa kultura e shprehin këtë me zhurmë dhe ngjyra, të tjera me qetësi dhe rituale. Në fund, ajo që mbetet në kujtesën e fëmijës nuk janë dhuratat më të shtrenjta, por ndjenja se ishte i dashur dhe i vlerësuar. Nëse ju pëlqejnë videot tona, ju ftojmë të na bëni like, comment, share dhe subscribe. Faleminderit.